هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وفقها في الدين يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. Sonte, inshallah, do të flasëm për mesazhet të cilat i ka dërgu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mbretërve apo udhëheqësve botëror të asaj kohe. Pra tani jemi me një fazë tjetër që mund të themi se është një fazë ku zyrtarizohet Islami dhe lirshëm Muhamedi sallallahu alaihi wasallam duke mos u friku nga kurejshitët si rezultat i marrëveshjes së Hudejbijës që e bani i mundsohet që ta proklamoj Islamin dhe të drejtohet edhe të tjerëve jo arabëve që ta pranojnë Islamin. Pra, që të tregon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam se Islami nuk ka karakter rajonal, nuk ka karakter racor, apo nuk ka karakter kombëtar, por Islami është botëror. Ai është i dërguar për të gjithë botën. Andaj, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u drejtu të gjithëve apo shumë kryetarëve të cilët ishin në atë kohë si superfuqi. Kështu thot, në vitin 7 sipas hijretit, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dërgoi mesazhe mbretërve, kryetarëve të botës, i thirrte në Islam dhe i sihariqonte që të largohen nga besimet e kota. Lidhur me këtë, na tregon Ibn Sa'di në tabakatat e tij, thot, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u kthi prej Hudejbijës, prej marrëveshjes së Hudejbijës, këtu e potencon në vitin 6, por ka transmetime, do të thënë në vitin 7 është, u dërgoi thot letra dhe mesazhe mbretërve të cilët i thirrte në Islam. Shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i than: o i dërguari i Allahut, mbretërit e botës, udhëheqësit e botës nuk i lexojnë letrat pa i vulosur, pa mos qenë të vulosura. Atëherë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e rregulloi një mihir, se khatem arabisht i thon mihirit. Dhe me mihirin, e kini parasysh domethënë mbretërit e moqëm, të hershëm, ata me mihir i kanë vulosur letrat e tyre apo dokumentat e tyre. Kështu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në mihirin e tij që ishte prej argjendit dhe të cilin e vendonte në gishtin e vogël,
Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vendonte në gishtin e vogël mihirin, shkrujti në atë mihir Muhammedun Rasul Allah. Por pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i vinte turp që emrin e Allahut ta vendon poshtë, të vijë më poshtë emri i Allahut Gjelle Gjelaluhu, andaj e shkroi, më thonë, që emri Allah të vijë nalt, pastaj Rasul, pastaj më poshtë Muhammed. Kështu që prej poshtë nëse e lexojmë Muhammed Rasul Allah, Muhammedun Rasulullah, ndërsa prej nalt Allah, që nuk duhet ta lexojmë ashtu, se kuptimi ndrohet. Pra, qëllimisht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot e vendoi domethënë ajo më nalt të jetë. Ndoshta edhe e keni pa ju mihirin apo vulën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një kopje faktikisht të saj, jo kopje e marrët prej asaj, po e keni pa te librat e Harun Jahjes. Atë simbolin që e ka domethënë një lloj sikur e ka pas pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për një ditë i dërgoi 6 persona, 6 mesazhe anë kënd botës dhe i dërgonte, kjo shumë më rëndësi, ata persona të cilët njihnin gjuhën e atyre mbretërve. Kjo çka nën kupton? Kjo nën kupton se muslimanët e kanë për obligim, ma mirë ta them tash se sa ma vonë pastaj lodhi, edhe mësimet të cilat mund t'i nxjerrim nga këto tekste u vënë rond, ma mirë t'i them tash. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aludon këtu me këtë që i ka zgjedhur për t'i dërguar mesazhet personat të cilat i ka njoftur gjuhët e atyre kryetarëve. Kjo është mesazh për ne, një mesazh se ne duhet të përgatisim thirrës daveçi në gjuhët e ndryshme të botës, në mënyrë që më lehtë të na mundsohet që ta tregojmë islamin apo t'ua tregojmë të tjerëve islamin. Para mendoni, ne, elhamdulillah, dikush e ka bëhat, po sa është vënu bie fjala maqedonisht. Përkthimi i Kuranit, që edhe ajo nuk është e mjaftueshme, përkthim s'bën. Nuk bën me pas përkthim, po koment duhet të ketë. Po të themi se gjoja se është e koment i Mulla Sherifit, që nuk është e koment sa duhet, edhe si duhet, por elhamdulillah që është, por ta tregojmë atë se sa e kina vënu me një popull që ne vazhdimisht kontaktojmë, edhe jemi bashkë me ata dhe nuk va kina tregu islamin. Apo nuk va kina mësu, nuk va kina mundësu atyre që ta kuptojnë islamin. Bile edhe ato përkthime që e në ba, së një gjejsh askund problem. Ja, nuk ka ndonjë musliman të dele dhe thot, unë i paguaj për shembull 100 kopje, 300 kopje, 500 kopje, 1000 kopje, dhe të t'i shpërndaj për hir të Allahut xhaleshanu. A besoni se sa interesim të madh ka nga ana e Maqedonëve që ata ta lexojnë në gjuhën e tyre Kur'anin. E ku jena ne muslimanët? Ku jena? Sa vonë e kena përkthej? Faktikisht edhe atë ka përkthej.
Një prej këtyre muslimanëve që janë tash çka më u thonë, domethënë Maqedon musliman mund të thush, nuk është problem, torbesh mund të thush, domethënë apo si duhen ta quajnë veten ata, nuk është problem se në Islam nuk ka dallim në aspektin e gjuhës apo racor. Islami është i dërguar për të gjithë popujt. Edhe asnjëherë ne nuk duhet ta konsiderojmë se pas ka dallim nëse për shembull je shqiptar, ma mirë është, apo nëse je për shembull turk, ma mirë, është jo, apo arab, jo. Një lloj të gjithë janë. Të gjithë janë një lloj, por dallimi është i vetëm në aspektin e kujt, e takvas, e frikës dhe zbatimit të urdhave të Allahu xhaleshanuhu. Prandaj, në këtë drejtim ne shumë pak punëm. Ndërsa Muhamedi sallallahu alaihi wasallam mesazhin ne ka dërguar edhe neve. Kur është interesu që të dërgon mesazhe popujve apo mbretërve të asaj kohe, i ka zgjedhë, siç e përmenda, njerëzit që e kanë njohur gjuhën e tyre. Kjo nënkupton se edhe ne duhet në këtë mënyrë të veprojmë. A paramendo, ne çka kena bo, asgjë s'kena bo në këtë drejtim. Asgjë. Ndodhen ato fyrjet, vizatimet që u bën në Danimark, atëherë tek muslimanëve mule, ta përkthejmë në gjuhën daneze. Tash ta përkthejmë. Kuranin ta përkthejmë. Mendoj koment që duhet bëhet, por për fat keq është e përkthim. Që nuk duhet jetë përkthim, koment duhet. Edhe, si që edhe kena përmend shpesh herë, nuk bën të thuhet Kurani i përkthyer në gjuhën filane për shembull. Jo. Duhet komenti të bjerë në sy. Thot komenti, spjegimi, ajka e Kuranit. Që personi ta kuptoj se nuk është Kuran ajo. Atë që e lexon nuk është Kuran. Ajo është atë që ka mund të kupton ai dietari, ai përkthyesi. Ai që e ka përkthye për shembull nga arabishtja. Por ai nuk guzon ta përkthye drejt për së drejti, duhet komente na jep neve. Se ju të gjithë e dini se nëse bëhet përkthim tekstual atëherë i humb edhe kuptimi. Prandaj këtë duhet të kena të qartë, a për fat të keq ne thona Kurani i Molla Sharifit. I Feti Mediut. Kurani, në Kuran be shkruan? Jo vlla, atë që e lexon në gjuhën shqipe nuk është Kuran. Edhe pse ata kanë bënë përkthim si tekstual mund t'i thush. Molla Sharifi e ka pakës më gjerë. Por, tash më darëm dikun tjetër, por si dhe qoftë, elhamdulillah që gjendet, diçka do më thonë, që nëpërmjet asaj mund të kuptojmë, vetëm duhet ta tregojmë njerëzve, se si duhet ta kuptojmë atë ne. Pra, në këtë drejtim, edhe ne mund të kontribuojmë si që e përmenda. Mund të kontribuojmë me pasurinë tonë që e kena. Dëgjoni tash do t'va tregoj një ngjarje që ka ndodhur në Turqi nga një musliman, çka me thonë, ai musliman shembullor. Mos mendoni se ai person ka qenë ndonjë zengin i madh apo pasanik i madh, apo intelektual i madh, apo diçka, apo politikan i madh. Por emri i tij shënohet ende. Dhe njerëzit shkojnë edhe e vizitojnë xhamin e tij që e ka ndërtuar.
Xhamia e ka emrin Sanki jedëm, sikur këm hangër, apo gjoja se hangra, kështu e ka emrin xhamia. Në Stamboll gjendet. Sanki jedëm. Isha do t'i kthehen në asaj bisedës. Si ndodhi kjo? Ka qenë një besimtar shumë i devotshëm, por ka qenë i varfër. Nuk ka pas para. Nuk ka pas para bile edhe të hanë vet ushqimej. Ka qenë i nevojshëm edhe ka jetu me ndihmat e të tjerëve. Është dash dikush t'i jep atij që ai t'jeton. Fukara. Si me thonë, ka lip në për rrugë. Edhe ki, një ditë për ditëve, i vjen një ide këtij. Edhe thot, pse unë mos kontriboj për islam? Ama a i s'ka kur zho hiq. Kështu. Kur zho s'ka. Thot, pse mos kontriboj unë për hir të Allahu Xhaleshanu? Edhe, se qëto, ne themi, për shembull, valla s'kabe, krizë ekonomike. A i nuk ka pas kur zho hiq, s'ka pas drekën të me qka të haje. Drekësën, është dash t'i jep dikush, në pazar ka lip, edhe ka hongër. Kështu do më thë. Por, ka pas dert islami. Kjo është më rëndësi. Dert islami ka pas. Edhe ki person, thot unë, do të mundohem që të ndërtoj një xhami. Pra me ndo, e drejk nuk ka me qka të haje, thot do të ndërtoj xhami. Ideja. Edhe njeri i vendosur. Edhe çka bën? Parat që ja japën, që ai të shkojë të haje ushqim, ato para shkon për shembull në furt bleje bukë. Edhe në vend që të marrë për shembull atë sa i duhet, e merë gjysmën e asaj, vetëm shpirtin të mbaje. Edhe për atë tjetërën, thot, sanki jetëm. Kurse e hongra atë tjetërën. Në kuptoni? Gjoja se e hongra. Si kur e kom ngranë. Që ka thonë? Sanki jetëm, në gjohën turke i vejtë. Shkon për shembull i hat një ëmbëlsirë, edhe, thot, po une, a varëm, jeta ime nuk varët nga kjo. E në shkon drejt të dyqoni atë, të shitorja, edhe këthe. Thot, sanki jedëm. Kurse e hangra. Edhe i merr ato para, që është dasht për atë ëmbëlsirën për shembull të paguje, thot, kurse e ngron, e hangra. Edhe e ndanë veç e ndanë. Ki person, kështu duke vepru, e formon një fond për një kohë. Para mendoni. Do me thonë, nuk ka mundësi që të thot dikush valla unë se në kontribuaj. Edhe kështu, realisht me shiqu, edhe me qenë njeri u kështu si duhet, e pa mundur është që të thot dikush se nuk mundi unë të kontribuaj. Ne, për shembull, ai që merr në shkollë prej fëmijëve, jo ne, po fëmijë që marrën në shkollë kur shkojnë, ai më i dobti i merr ka 10 dinar. Që i thonë në 1 miliard, shto? Po edhe ai ka mundësi të bëjë diçka. Shembull, a ku mbet ne? Ku mbet ne? Vetëm se kjo çka kërkon vendosshmëri.
vendosmëri kërkon. Edhe ki person, kur e bën një fond, fillon të ndërtoje, i merr ato punëtorët, i pagun punëtorët, materialin, kështu thjesht. Edhe fillon ndërtimin e xhamisë. Krejt habiten edhe qeshin. Thonë, ki do të ndërtoje xhamia? Jo, be, kjo është e lok. Ai nuk flet kur gjo. Ndalet punët, aq para sa ka pas, qash do më thënë ka punu, edhe vazhdon, sa në ki jedëm përsëri. Më kupta. Shkon, se për çdo ditë njeri u hanë. Edhe më i varfri që nuk i ka aparate veta, ju i kini pa. Lipën në, kur të vjen akshami plot pare ka. 1 miliard dikush, 1 miliard dikush tjetre, që kur të shofësh, ati roga i del më e madhe se e jona. Me një planifikim, me një organizim, ai mund të bëhet diçka. Edhe ai. Tash nuk flasëm ne, a duhet njeriu të lipje. Më kuptoni, nuk kina bisedën atë. Po bisedën e kina se edhe njeriu më i varfër, nëse organizon jetën e tij, ai mund bën çmos. Edhe nëse ka vetdije se duhet të ndihmohet kjo fe, bëhen çuditëra. Edhe kështu që xhamia dal nga dal për një kohë shumë gjatë, shkon, një kohë pak si e gjatë, xhamia ndërtohet, ishte xhamia, mund të themi, më e vogël se xhamia e Pashës, më e vogël pak se xhamia e Pashës, edhe njeriu kur hin te ajo xhamia aty, ndjen një kënaqësi të veçantë. Kjo është më rëndësi. Një kënaqësi të veçantë. Se ka mbrejt, para mendo, ja ka vu edhe kulmin edhe ketë. Edhe, çka? Tash po përmendet, po bile përmendet edhe që? Edhe në Tetov ne përmendim. Atë Sankijedin. Edhe qëllimisht, ja kanë vu emrin Sankijedën që të merr shembull ndonjë musliman tjetër prej asaj. Ku shkon be? Shkoj te xhamia Sankijedën. Sikur e kom ngran. Kurse e hangra. Me qëllim që inshallah dikujt po i bjerë në mend një gjë e tillë. Pra, kjo na çoj domethënë ajo biseda se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka dërgu njerëzit të cilat i ka njoft gjuhën e tyne. Normal se për me kontribu diçka, ka raste kur kërkohet edhe para. Po unë qëllimisht këtë shembullin e tregova, që mos thot, apo mos e arsjeton vetën dikush, thotë valla s'kam. Mos folim për ato që kanë dyqane. Kur një fukara, një i varfër, nuk është e masale. Vëllahi nuk është masale, në Stamboll është xhamia gjendet. Vetëm harova ta marra, është edhe në për libra shkruan. Unë e pata fatin që ta shofat xhami nëpërmjet ekranit televiziv të Ikras. Kishku drejt për drejti edhe merrte inqizime edhe tregoj historikun e xhamisë, si është ndërtu kjo xhami. Xhamia përplot e mbushur me talebe. Me talebe. Tha pjat herë, si kanë fillu talebet, nxënësit të mësojnë, ende vazhdon. Pra mendon, ende vazhdon të ajo xhami. Pra, nuk ka arsjetim. Nuk ka arsjetim.
njeriu mund edhe interesant në ejna. Nuk është be kusht pa tjetër, nuk është e kusht pa tjetër të më njëherë, abe kontribobe. Për shembull, sa kushtojnë me 10 përkthime në gjuhën maqedone, kaq kushtojnë, se janë pak si shtrenjtë janë, bëra mendo. Shtrenjtë janë. 20 euro. Po, e tash, çka? Edhe mlith. Pastaj dorëzova, epjo. Për hir të Allahut xhaleshano. Çdo njeri prej ne, kjo është një shembull, më kuptoni, një shembull. Prandaj dietarët thonë, ne duhet të përgatisim njerëz të cilët e njohën apo e njohën gjuhët e huaja. Pra, a kena bazë ne të hapim kurse të gjuhëve të ndryshme? Ha? Sa të dush kena bazë. A është e kërkesë fetare një gjë e tillë? Po, kërkesë fetare është. Të hapim kurs. Për anglishtën nuk flitet. Se në përmet asaj, është bo ajo, çka të bëjmë? Ka qenë më një kohë arabishtja, muslimanët ja kanë kthi shpinën Kuranit, edhe u ka dalë prej dore, muslimanëve u del prej dore. Dikush tjetër ka punu, thotë Allahu xhaleshanu, kullen numiddu haulai wa haula, të gjithëve unë ua mundsoj, këtyre dhe atyre, si pas punës. Nëse ti punon, ta mundson Allahu xhaleshanu, dhe nuk bën dallim në bazë të fesë Allahu xhaleshanu, apo në bazë të kombit që e ke, apo jo. Pa marrë parasysh çfarë kombi ke, çfarë feje ke, çfarë besime ke, ta mundson nëse punon. Por muslimani që ka dallim, muslimani ka dallim se ja shpejton procedurën. Kur muslimant punon, atyre u shpejtua atyre procedura dhe atë që të tjerët me mund dhe me djers e arrin për 1000 vite, muslimanit ju mundësu që të arri për 200-300 vite, për shembull. Për 200 vite, 300 vite. 1000 dikush tjetër. Por mos harroni, nëse ja kthen shpinën, atëherë çka? Përsëri kthen në zero. Allahu xhaleshanu nuk është i pa drejt. Drejtësi ka Allahu xhaleshanu. Në zero. Prandaj, kur pyetën dikush, ku janë muslimanët? Muslimanët janë atje ku kanë qenë. Atje ku kanë qenë, nëse je musliman, atër ta përshpejton Allahu xhaleshanu procedurën e diturisë, e arritjes teknikës e krejtëve. E përshpejton. Kjo është me fakt historik. Fakte historike ka. Gjalla. Tash nuk është koha tash për me folë. Se përshpejton Allahu. Por, nëse ja kthen shpinën, të kthen atje ku ke qenë. 100 vite ke punu, për 100 vite. Qatë e kje prapë. Të kthen. Edhe prandaj, përgjigja e pyetjeve që bëhet ku janë muslimanët, ku kanë qenë atje? Ku kanë ngel, pse? Se janë largu prej Kuranit. Edhe kontribut se kanë dhonë, me djers atë e kanë. Por atë për shpejtimin, që u a ka dhonë si hedije, si dhurat Allahu, vamer. Edhe ngelen mbas atje. Keni parasysh. Pra, që të kalojmë, thot, qëllimisht unë këto biseda i bona duke i përmend to, se pastaj problem ka. Kur bëhet fundi i dersit, edhe sikur na flehet apo nuk kena interesim, edhe prandaj mësimet, këto mësimet të cilat i nxjerrim nga tekstet, po i përmendin ndërmjet teksteve. Po, në këtë mënyrë. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një si delegat
të parë e dërgoi Amru bin Umeje ad-Damariun, ki ka pas më të vërtet shumë fat. E dërgoi te Nejashiu. Te Nejashiu. Edhe ki ka përjetu një gëzim shumë të madh. Se ju të gjithë e dini, Nejashiu e ka pranu Islamin. Thot, kur ja dorëzoi Nejashiut, ai e mur letrën apo mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e vendoi te syt në shenjë respekti. Te syt e vendoi, por që të tregon nderim ndaj fjalës apo ndaj letrës që ja ka dërgu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, zbriti edhe prej krevatit apo prej kultukut ku ishte ullur. Zbriti. Edhe u ull në tokë në Nejashiu. U ull në tokë. Para mendoni çfarë fati ka pas Amru bin Umeja Damariu. I ka pa këto gjallë, këto gjëra. Thot, edhe pastaj, kur ullën në tokë, e pranoi Islamin dhe e deklaroi shahadetin. E deklaroi shahadetin, pra e pranoi Islamin ki. Dhe tha, ndër tjerash, si kur të kisha mundësi që ta shoh e të shkoj te Muhammedi, sallallahu alaihi wasallam, do ta bëja një gjë të tillë. Por ai shumë shpejt vdiq. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lajmëru kur ka vdek Nejashiu dhe ja ka fal xhenazën prej së largu. Nejashiu në Etiopi, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në Medinë ja ka fal. Edhe për këtu shafitët thonë se bën prej së largu t'ja falish dikujt xhenazën. Si argument, e marrën këtë rast. Ndërsa hanefitët nuk e marrën këtë, edhe i kanë argumentet e tyre se pse dhe çka. Në rregull. Pastaj, ai tjetri i dyti që ishte i dërguar nga anë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ishte Dihja bin Khalifa el-Kelbiu. Këtë e dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam te Heraklius i Bizantëve. Normal nëpërmjet dikujt tjetër. Ai dikush tjetër ja ka dërgu Herakliusit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ndër tjerash i shkruan këto fjalë Herakliusit. Thot Bismillahirrahmanirrahim. Shiqoni çfarë përmbajtje letra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mesazhi i pejgamberit. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Këtë letër ta dërgon Muhammedi, i dërguar i Allahut, ja dërgon Herakliusit, të madhit të Bizantëve, Romakëve, Bizantëve, se Bizantë kanë qenë ata. Pra, e shefni, i ka thonë të madhit. Do me thonë, epitetet, nëse nuk bin, apo çdo gjë që nuk bien ndesh me parimet islame, mund të përdoren me qëllim afrimi, të afrosh në islamat. Këtu të ne nuk ka, kështu do më thënë, biseda me respekte. Kur i drejtohesh dikujt, nuk ka, edhe nuk përdorin fort shqiptarët
edhe i nderuar apo zotëri apo diçka tjetër, shumë pak, ndërsa për shembull të arabët ka, por jo diçka që kundërshtohet me parimet islame. Atë nuk bën ta thush. Pra, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend adhim Rum i madhi Bizantëve, romakëve. Pastaj thot, selamun ala man ittaba al-huda. Shpëtimi i takon atij që e ndjek udhëzimin. Shikoni çfarë i thot pejgamberi sa. Pastaj unë të thras ty me thirrjen islame që të pranojsh islamin. Eslim, teslam. Pranoj islamin që të jesh i shpëtuar. Pranoj islamin që Allahu të të shpërblej ty diher. Edhe për vetën tënde që do ta pranojsh islamin, edhe për popullin tënd. Se kisi ta pranoj islamin, edhe tjerë du ta pranoj. Pastaj ja shkruan edhe një ajet kuranor. O ju i tharët e librit, e jani të bashkohana rreth një fjalës së përbashkët, e cila na bashkon të gjithëve neve. Çka është ajo? Ella na'budu illa Allah. Të mos e adhurojmë askënd jashtë as Allahun dhe mos i përshkruajmë Allahut shok. Dhe askush prej nesh tjetrin mos e merr për Zot. Sa ato e kanë marrë si për Zot, Herakliusin, i kanë bërë sejdë Herakliusit. Pra, fejnë të wallau, nësa ata nuk e pranojnë, ja kthejnë shpinën, ju dëshmoni se ne jemi musliman. Ne nuk e kthejmë shpinën Allahu Xheleshanu, apo fjalëve të Allahu Xheleshanu. Pra, ki ka qenë shumë i mençur. Herakliusi. Këti shumë i pëlqen letra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, tepër. Edhe don ta pranojë islamin. Pa edhe me analizu, për shembull, letrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, shohim se letra e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ngërthen në vete mësime të mëdha. Nuk është një letër që i dërgohet kështu, domethënë, nga një njeri i thjesht, apo njeri i rëndomt. Thret paramendo, thret jo në atë që të bashkohen njerëzit në rajone, në kombësi, në bazë të racave, po thret në çka? Thret në atë që të gjithë njerëzia, të gjithë njerëzit ta pranojnë islamin. Në një fjalë, në një besim, të gjithë. Tash më i thirr njerëzit në këtë, po prapë do të thonë kjo është shumë e rëndësishme. A ku mbet në atë kohë? E keni parasysh, ku është domethënë diferenca. Shkurt, ki shumë i pëlqen letra pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe dëshiron të pranojë islamin. Edhe u drejtohet peshkopëve dhe njerëzit këshilltarët që i ka pas aty, se këto kanë qenë i tharë të librit, gjoja se po e ndjekin Hazreti Isën. Në fakt, ato i kanë bërë falsifikime fjalëve të Hazreti Isës. Edhe shikoni çka u thot. Thot, o ju të pranishëm,
a keni dëshirë që të shpëtoni? I pyetën. Dhe të udhëzoheni dhe të mbani pushtetin. Pra, kjo dhe ka kuptu se nëse e pranon islamin, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk kërkon pushtetin e tij. E ka pas të qartë një gjë të tillë. Dhe plus u ka thonë edhe ta ndjekni Isaun. A keni dëshirë? Se ne thirrën në Isau dhe ta ndjekni Isaun. E ka kuptu se vazhdueshmëri është e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dërgesës, të cilën e ka pas Isau alayhi salam, atë origjinale. Atëherë, ata u përgjigjen, thanë po, kena dëshirë, çka do të na thush? Sikur e hetun diçka. Ai tha, ta ndjekni Muhammedin. Ja, këtë person i cili më ka dërgu këtë letër, ta ndjekim. Nëse e ndjekim këtë, i kemi ato që u thash. Ato thot, kur e dëgjun këtë fjalë, peshkopët edhe këshilltarët e kretë, më thonë që kanë qenë ati prani, ju vërsulen një lloj sikur i vërsulen, apo sikur vërsulen gomarët e egër. Kini pa gomarët e egër, kur vërsulen. Dhe fillon që të zihen njëri me tjetrin dhe ta sulmojnë. Dhe fillon të ngrenë kryqet nalt. Ai kur e pa se ku është situata, sa është hesapi, si është hesapi ti, e pa se këta nuk e pranon islamin, edhe ktheu. Tha dëgjoni, unë tha këto fjalë që u a thash, qëllimisht u a thash, tu inspektoj se si i keni halët me fen tuaj, por më duket se mirë qenki. Mirë qenki. E atër i thanë në regull, tash po të pranojmë, u qetësun edhe Iran seshde. Opa, kretë. Iran seshde, i bonën i badet. Këto janë ata të cilët Isaun, gjoja se, po e ndjekin. Isau është shumë lartë tyne. Pra, i treti ishte Abdullah bin Hudhafa es-Sehmiu. Do të duron edhe këtu pak, edhe këtu ka një bisedë pak më gjatë. Këtë e dërgoj të Kisraja. Kisra, si duket, është epitet llagap i mbretërve të Persisë. Pra, ka pas plot Kisra. Po, epiteti i kryetarit ka qenë domethënë Kisra. Ja dërgon nëpërmjet përfaqësuesit të vet, të cilin e ka pasur në Yemen. Yemenin kufi me Saudin, e dini. Malet ka qenë që t'ja dërgoje përfaqësuesit të këtij Kisras, dhe përfaqësuesi ja dërgon, ja përcjell Kisras. Pra ja dërgon Badhanit, një personit, një përfaqësues që e ka pas ki Badhan. Emrin e ka pas ashtu. Badhani normal ja dërgon Kisras. Kisraja shumë keq ka reagu. Kur e merr e lexon, edhe e shkoqen, e grisen letrën apo mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka dëgju pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për veprimin e tij, ka thonë,
mazzakallahu mulkehu. Allahu ja rënoft apo ja shkatroft pushtetin atij. Edhe pushteti i tij shumë shpejt është rënu. Kia është mbyt bile, por edhe pushteti apo shteti i tyne ka rënë duar të muslimanëve shumë shpejt në kohën e Hazreti Omerit. Ka pas lufta me Persin, e dini. Këtu ka ndodhur diçka shumë më rëndësi që është ta përmendim. Thot Kisraja kur e lexon dhe e grisën mesazhin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i dërgon letër Badhanit, atij personit i cili ja ka dërgu, nëpërmjet të cilit ka arritur letra. I dërgon letër Badhanit edhe i thot, shiqo, qatë person që ka guzu mu të më dërgoj letër, atë ma sjelish para kamve të mia. I thot, para kamve, du të bëjt tërbije. Aj, halli i ti, të merë një guzim të tillë, se këto kanë qenë perandori, superfuqi kanë qenë. Shifni, personi i cili nuk mund të ecë edhe rrugëve të Mekës lirshëm, ka marrë guximin që tani pas disa viteve edhe kryetarëve të botës u dërgojnë letër, mesazhe. Kjo me çka bëhet normal me ndihmën e Allahut xhaleshanu dhe me paludhshmërinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe me vendosshmërinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo të thot pejgamberi e boll më unë se i duroj gjithë të pu, fyerje, sharje, gjuajtje me gur, se i duroj, si që themi ne për shembull. Ne paramendo, askush nuk na gjun, askush nuk na lëndon, po vetëm pse me ndonjë fjalë nëse ofendohena edhe prekena më njerë dhe lëm, jo be më unë shkoj t'i thëmë, ta thëjri atë më. A më ka thonë një fjalë keqe për shembull. Jo me asë njerë më. Që të ka thonë? Shiqo për shembull punën tënde të ka thonë, shembull. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kanë pështi, para mendoni. Kështu më kanë pështi. Ju ndoshta u kujtohen. I kena tregu të gjitha. E kanë ofendu, e kanë gjujt, jo vetëm me fjalë, por edhe kanë përdor fizikën. Fizikisht e kanë sulmu Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Në rregull, thot të ma sjellësh tu te këmbët e mia. Edhe Badhani i dërgon disa ushtar, një di ushtari i dërgon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kur arrin këto te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe i thon, na ka dërgu Badhani e dish kush është. Përfaqësuesi i Kisras, që ti duhet të dalësh para kryetarit ton të madh, të bësh tërbije. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thot, a bën nesër dhe do t'u tregoj nesër. Shifni, këtu del shumë gjëra dalën. Rasti ka qenë edhe momenti më i volitshëm ndoshta për shembull për mendjen tonë, është dash për shembull larg asaj, ne nuk po flasëm për mesazhet që dalën, që në atë moment Allahu xhaleshanu atë që nesër do t'ja tregon Allahu, t'ja tregoj për shembull në atë moment. Por caktimi Allahu xhaleshanu ka qenë ashtu, që del në shesh pejgamberia e Muhamedit alayhis salam, sa ai nuk di nga
mendja e tij, po ka nevojë që të pret që t'i vjen shpallje. Si din vetë aja të punë. Nuk i mendon vetë. U thot, e janë i nesër. Edhe do t'u tregoj. Këto vinë, kur vinë nesër, thot shqyqo, ju keni artë të mirëni, por ai ka vdek. Është i mbitur. Dhe atë, është i mbitur mbrom, pasi që ka hy nata 6 orë. Pasi që ka bo nata 6 orë, atëherë thot është i mbitur. Ka disa transmetime, thot e ka mbitur kush djali i tij Shirevejhi. Pra, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam po va tregon edhe kohën kur e ka mbyt. Edhe kohën. Edhe ato një konsultim e bëjnë, thonë, pa e më shkojmë të Badhani, i tregojmë se çka ka thonë, edhe pastaj çka do të më thotë ashtu, ai do të veprojmë ashtu ne. Shkojnë kthehen. Kur kthehen, Badhani tash ende nuk ka lajm. A përfaqësues i tij është. A Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka lajm. Se mbron edhe me orë caktuar. Pret, thot po mirë, thot do të pres më mirë. Kur i vjen lajmi, mbas disa ditëve, javëve, 10 ditë, 15 ditë, Allah e di sa ka shku. Edhe një letër, thot, letra të dërgohet nga Shirevejhi, djali i Kisras. Shiqo, tash mo jenë në komandën time, por po të tregoj edhe diçka tjetër. Të tregoj se baba im që të ka urdhru për një punë, që të shkosh në Arabi dhe ta sjellish një person, Muhammed që quhet, atë punë lijen. Do më thënë, nuk obligohesh me një punë të tillë. Dije se une babain ti me kumbit. Edhe ja të regon kohën, kuptohet. Ki, kur i kupton, kur i merr këto, edhe i lexon, më njerë e pranon islamin dhe ata vendasat aty e pranojnë islamin. Dhe kështu deporton islamin në atë vend apo në Yemen. Po ashtu, edhe ta përfundoj, se ndoshta u zgjat, po ashtu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dërgon një mesazh edhe të madhit të Busras. Nëpërmjet e dërgon këtij personit, ja dërgon nëpërmjet Harith bin Umeir el-Azdiut, i cili ra shahid. Nga se kur ja dërgoj ki dhe lexoj letrën, aq i poshtër që ishte, i theu edhe konventat botërore që ishin edhe atëherë, e mbyti delegati. Delegati nuk mbytet, ka imunitet, edhe në atë kohë ka pas. Ki e mbyti, edhe atë më një mënyrë shumë të keqe. E mori, e lidhi, edhe ja preu koka. Në mënyrë dhe më thonë, të ashpër. Po ashtu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe disa tjerëve u ka dërgu, por do ta përmendi edhe diçka dhe ta përfundojmë. Do ta përmendi edhe atë se në këtë kohë, tash mund kujtu edhe diçka, gjithë këto mesazhe që i dërgoi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe delegacione që i vishin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga 4 anët e botës, këto ishin të gjitha si rezultat i kujt? Si rezultat i marrëveshjes së Hudejbijës, që shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam mendonin se ka bë apo jo mirë, nuk ka bë mirë
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur bën të lëshim. I dërguari Allahut nuk ka, biri Muhammedit, biri Abdullahut, fal. Muhammedi, biri i Abdullahut. S'ka i dërguari Allah. Bismillahirrahmanirrahim s'ka. Bismik Allahum. Tamam. Nëse bëhen dikush vjen Medine prej Mekës, shkon Medine, do të pranoj Islamin, obligohet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam t'i kthej. Kit fal këtyre lëshimeve që i bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, erdhën këto bereqete. Se tani Muhammedi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë zyrtarisht apo në mënyrë të ligjshme kish mundësi të dërgon mesazhe dhe t'i thras njerëzit në Islam, duke mos pas gajlen e mushrikve, sulmet e mushrikve. Keni parasysh. Ka qenë rahat nga sulmet e mushrikve. Kjo ishte shumë e madhe. Ishte një shans që të përhapët Islami edhe më gjërë, jo vetëm në rrethin e Arabëve, por edhe më gjërë. Edhe të përmendi vetëm diçka për një delegacion, thot, vinin delegacionet të ndryshme. Një delegacion erdhë të Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ku aty ishte Amr bin Asi edhe Khalid bin Walidi. Pra Khalid bin Walidi ende se ka pranu Islamin. Khalid bin Walidi nuk ka pranu Islamin. Pra janë nisë prej Mekë të ditë këta persona dhe nuk e kanë ditë as njëri për tjetrin. Se janë nisë për një gjatë të tillë. Për të njëjtin qëllim. Kur takohen, thot, ku shkon? Takohen Medine. Çka bën ti këtu? Po thot, ai tjetëri thot, po ti çka bën këtu? Ai thot, unë ku marr valla ta pranoj Islamin. Amr bin Asi. Këto njerëz kanë qenë të shquar. Shquar kanë qenë. Amr bin Asi dhe Khalid bin Walidi. Po thot, anë unë ku marrë për njëtin qëllim. Edhe hini pari Khalid bin Walidi. Edhe e pranon Islamin. Para Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe betohet, thot, aq sa e kam përdor këtë shpat unë kundër Islamit, aq do të mundohem që ta përdori tash kundër shirkut, apo kundër kufrit. Dhe dihet se Khalid bin Walidi çdo luftë që është bë, edhe ka jetu shumë gjatë, ka marrë pjesë. Dhe në çdo luftë ku ka qenë Khalid bin Walidi, aty ka pas sukses. Ka pas fitore. Por përsëri Khalid bin Walidi kur vdes në shtrat. Nuk vdes shahid. Edhe tregohet, e ka thonë një fjalë të njohur, nuk ka pas dëshirë në atë mënyrë të vdese, ka thonë, po vdes thot sikur të ne ma mërë gjanë, të thona si lopa nahar. Si lopa nahar. Si devja në ahar, ka thonë. Ka pas dëshirë që shahid shkoj, por Allahu Gjereshanu nuk ja ka shkruar. Edhe pse ai ka marrë pjesë në luftat të ndryshme, çdo luftë që është bërë, deri në ditën e fundit, pa më doni. Edhe përsëri nuk ka vdek luftë, pra nuk të vret lufta. Por e gjeli, nëse e ke e gjelin, do të vritesh. Nëse nuk e ke e gjelin, atë nuk vritesh. Pra kjo ishte se i përket mesazheve të cilat i ka dërguar Muhamedi sallallahu alaihi wasallam anë kanë botës
mbretërve dhe udhëheqësve të botës në kohën e tij sallallahu alaihi wasallam. Pra me kaq për sonde përfundojmë, alhamdulillahi rabbil alamin.